Vendimi i qeverisë që 50% e qengjave nga numri i deleve të dorëzohen në thertore ka ngjallur pa kënaqësi tek blegtorët. Ata thonë se ky vendim do të ndikojë në uljen e numrit të kopeve dhe blegtorët automatikisht do t'i dërgojnë në humbje. Nuk tojmë shumica, ama 30% e dhemve i kanë fuk kingjat, i kanë nxjerr para vakti. A dëni virus, a çka është problemi, nuk e di, janë doktorët tajnë, nuk e dim çka është problemi. Ne unë kom 100 copa dhe në shembull, ato 100 copa ku ne nuk pjellin. Ato dhe pjellin 50 në kohë, 30 dhe pjellin ma vonë, 20 dhe pjellin hiq. E ato të ma vonshmet, në shteja të rujmë femna të ishtojmë, apo t'i paksojmë. Këto nëse janë të shku për t'i paksau, kjo nuk o shtim. Shkëtojnë i kemi rejtë subvencionet, imi të punau ma shumë për të rejtë numri baktive, a këto janë të shku për zhdukjen e baktive. Si kjo 50% kjo nuk shtohet ku njerë. Në të vend, është minister, është kush dosen, le ti marrë dhenë që unë djabë, pa pare kitë djabë. E në ti quesh ato 100 copa dhenë, ne pjellin kitë, në kohë, si thajnë ato, si mendojnë, si të bon 100 kingja, unë dhe bon për ato shërptorët, se jeta, se të jom gjallë dhe bon, dëroj të shoboni atime. 100 dhenë, në regull nuk në pjellin këtë. Në pjellin 70%. 10% 20 i ngelin vonë shumë, 10% nuk janë askundi a cofin, a smuhen, nuk janë. Me këtë 50% që na lipin neve, ne jesëm pa subvenci. Po kërkojmë një mirë kuptim nga Ministria e Qeverisë, i lutin atë na tërheqin që këtë 50%, se kështu me këtë 50% ne hupim këtë nuk shtohen dhe. Se nëse duhet të japim 50%, 70 kingjat që ka në bon, ne detiruana pa tjetër të japëm edhe kingjat femna qeverisë. Atëherë ne ngelim pa kingja femna, nuk shtohen dhe. Por zëvendës ministri i bujqësisë Flakron Bexheti thot se me këtë vendim nuk mund të ketë mashtrime për numrin e kopeve, ndërsa me rritjen e subvencioneve, blegtorët do të kenë më shumë të ardhura. Bexheti thot se ka biseduar me blegtorët dhe ankesat e tyre do i shqyrtojnë në ministri. Për t'i marrë subvencionet bujqit blegtorët në rastin konkret që duhet t'i qënë disa dele në thertore, dhe me thonë 50% e numrit të tyre, kjo është për shkak shfrytëzimit të subvencioneve, ku sepse më herët është bëhe dhe rritja edhe është jënë bëhe dhe kish përdërimi i subvencioneve të ndryshme, deklarimi i rreshëm, kuptohet që këtë shqetësim ma kanë thënë edhe mua dhe unë e kom marrë për obligim që të flasë me sektorit përkatës, edhe me ministrin që të mundohemi që këtë përqindje që ta ulin, dhe me thënë, nuk ju kemi premtuar, po punohet në këtë drejtim që kjo 50% dhe me thënë e shumës që të ullet dhe shpresoj të kemi edhe mirëkuptim edhe sukses në këtë drejtim. Blegtorët thonë se një qenç mbi 20 kg paguhet për 210 denar, ndërsa ata në 20 kg 220 denar, që sipas tyre është një çmim minimal, ndërsa të gjitha vendet e rajonit kilogramin e paguajnë për 300 denar. Blegtorët thonë se për çdo qenç në thertore marrin 1000 denar, por këto para nuk i kanë marrë për 2 vjetët e fundit.